një deputet I listës së hapur të PS-s më ka dërguar një mesazh, nuk e njoh personalisht. Në celular? Po, në celular, ai i ka dërguar mesazhe të gjithë njerëzve, edhe me të drejtme që është në listën e hapur, tregon me sinqeritet pse është dëshira që ai të rizgjillet, sa është deputet, të rizgjillet përsëri deputet dhe çfarë do bëj unë për të mirën e Shqipërisë. Edhe me sa e njoh unë është nga deputetët më serioz që ka PD-ja, ka pas 10 poste. PD-ja apo PS-ja? PS-ja, okej. Se temi emrin, s'ka që. Jo, absolutisht, më vjen shumë ashtu. Ajo është një gjë konfidenciale. Unë nuk e di tash vetëm për këtë që kjo mendoj unë është një gjë e drejtë që mund të bëjë çdo deputet që t'i dërgojë njerëzve. Të ngacmoj ky fakt të votojë për të? Urna? Të ngacmoj ky fakt që të votojë për të? Unë të mos ishe sepse ai ka qenë dhe ish komunist edhe përpara. Të mos ishte komunist do e votoja, thua? Të them të drejtën si person më duket nga personat më serioz, edhe kur ka pas poste edhe kështu. Edhe të them të drejtën, mos ishte ajo si person unë do ta votoja. E po, rim paktu, se tani po flasim që po flasim, flasim. Pa emra, sigurisht. Atere, ju do votonit të personin që është I PS-s, po ju jeni djathtë, si do e votonit dhe PS-n pavarësisht pasaj që do bënit. Se është kjo dilema që ka njeriu. Thot ai njeriu, unë dua këtë personin, po s'dua partin. Si bën? Jo, atë se bën dot, se nuk e jap votën Partisë Socialiste për arsye të tjera. Për përrejtje që I kam bërë në mënyrë të veçantë kryeministrit edhe qeverisjes tij në mënyrë ashtu në këto vitet e fundit. Për gabimet që janë bërë për kështu. Por është puna që njeriu nga një herë duke pas simpatira personale mund edhe të shkasi, domethënë ato bindjet e veta që mund të ketë.